A e dini sa shpenzon Kosova për produkte made in China, si kë, apo ky tjetri? Mbi 2 milion euro. Vlera importit të lodrave, pajisjeve elektroshtepjake dhe të artikujve ushqimor nga Kina pothuajse është dyfishuar për 4 vjet. Si vjet, deri në nëntor ka rritur në 841 milion euro, duke të i kaluar atë të importeve nga partnerët tradicional kryesor tregtar të Kosovës në rajon. Pse Kina është kaq e pranishme në tregun kosovar? Ndër arsyet konsiderohet çmimi i ulët dhe tërheqjes i produkteve kineze për konsumatorët kosovar dhe mungesa e industrisë vendore në disa sektorë. Ndoshta ka të bimë 12 milion, mirë po të çka importohet nga Kina ne nuk kemi qenë pare prodhues. Nuk kemi industri të prodhimit të tekstilit, as të frigoriferave, as të televizionave, as të mjetëve të punës. Me 2024, Kosova shpenzoi mbi 14 milion euro për pajisje të ndryshme elektroteknike dhe 13 milion euro të tjera vetëm për telefona mobil kinez. Por për ekspertët, më shqetësues është importi i produkteve ushqimore dhe bujqësore nga Kina. Kjo ndërlidhet me sigurinë e shëndetit publik. Në aspektin ekonomik dëmton konkurrencën lokale ose iniciativat e bujqëve lokal, pasi mallrat e tyre shpesh dalin me çmime më të larta dhe dekurajojnë prodhuesit vendës. Ekspertët rekomandojnë rritje të mbështetjes për produktet made in Kosova dhe orientim më të madh drejt tregut të Bashkimit Evropian. Ndonse kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë më herët se BE-ja mbetet partner kyç tregtar i Kosovës, nga zyra e tij nuk ju përgjigjen pyetjeve lidhur me rritjen e importeve nga Kina apo mundësinë e masave mbrojtëse për prodhuesit vendas.